Qeveria synon të aplikojë një ser masash mbështetëse për familjarët të parashikuara në planin kombëtar për rinovimin e ndërtesave që përpos ndikimit në kursim vijnë edhe me tregues më të ulët të varfërisë energjetike. Në dokumentin e nxjerrë tashmë për konsultim, pranohet se janë një sër masash afatshkurtra që po ndërmerren për të mbështetur konsumatorët vulnerabël, duke synuar konkretisht familjet me të ardhurat të ulta. Masat përqendrohen në grupet më vulnerabël, siç janë personat me aftësi të kufizuara, pensionistët dhe individët me të ardhurat të ulta, bazuar në ndihmën shtetërore që vlerësohet çdo vit të jetë e barabartë me rreth 25 milion euro, thuhet në dokument. I njëjti nënvizon një seri masash që mund të aplikohen për të përmirësuar më tej situatën. Së pari, program afatgjatë për mitigimin e varfërisë energjetike do të jetë e rëndësishme të miratohet një program formal që kombinon mbështetjen financiare të drejtpërdrejtë me masat e eficiencës së energjisë dhe zgjidhjet strukturore për të zvogëluar varfërinë energjetike në planin afatgjatë. Së dyti, analiza e mësipërme tregon përmirësimet e rëndësishme në EN e ndërtesave të banimit, veçanërisht ato që mbështeten në zarfin mbështjellës të ndërtesave dhe sistemet jo eficiente të ngrohjes, do të ndihmonin në uljen e kërkesës së përgjithshme për energji, kostove, uljen e EPL-s dhe do të sillnin kursime energjie dhe ulje të gazeve me efekt sere.